Ish presidenti i Hondurasit Juan Orlando Hernández është liruar nga burgu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po vuante një dënim me 45 vjet burg për trafik droge dhe armësh. Gruaja e Hernández, Ana Garcia, tha në një postim në rrjetet sociale se ish presidenti u lirua pasi u fal nga presidenti i SBA-s Donald Trump. Pas pothuajse 4 vitesh dhimbjeje, pritje dhe sprovash të vështira, bashkëshorti im Juan Orlando Hernández ka rifituar lirin, falfaljes presidenciale të dhënë nga presidenti Donald Trump. Publikimin e informacionit erdhi disa ditë pas zgjedhjeve presidenciale në Honduras, në të cilët Trump mbështeti kandidatin Astrias Fora, të Partisë Kombëtare Konservatore, i cili po përballet me liberalin Salvador Nasralla. Numërimi i fundit i votave tregoi se të dy kandidatët ishin pothuajse të barabartë, duke fituar pak më pak se 40% të votave. Partia e Asfores krijoi një partneritet të ngushtë me Washingtonin në drejtimin e Hernandezit, i cili qeverisi nga viti 2014 deri në vitin 2022 dhe u arrestua menjëherë pas largimit nga detyra. Hernandez u dënua në SBA në qershor 2024 dhe u dënua me 45 vjet burg për ndihmën në shndrimin e Hondurasit në një narkoshtek, sipas prokurorëve amerikanë, të cilët thanë se ai e përdori presidencën e tij për të lehtësuar kontrabandistët të transportonin sasi të mëdha kokaine në Shtetet e Bashkuara.